Përshëndetje miq të Antena TV-s, rikthehemi sërish për një nga temat e cila po flitet së fundmi është reagimi i avokatëve të zotit Velije sa i përket arrestimit të tij. Besoj se të gjithë e keni lexuar të paktën se sa konciz ose konkret kanë qenë avokatët të zotit Velije për ta bërë si thuash për t'i dhënë ngjyrim pak a shumë arrestimit të zotit Velijej. Sipas avokatëve të zotit Velijej, qoftë ato shqiptarë dhe të huaj, zoti Velijej është më saktë peng, po nuk po ta them kështu se duket sikur janë bën peng tani të gjithë subjektet e SPAK-ut, por është i luftuari politik sa i përket të gjithë agjendës që është mbajtur tani kundër tij, që nga dita e hetimit, arrestimit, por dhe gjykimit, si thuash, masat paraprake nga gjykata posaçme dhe nga akuzat e prokurorisë posaçme. Po të shikojmë, të paktën nëse duam të lexojmë ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur, komplet subjekti Velijej ndryshon kryekëput me të gjithë subjektet e tjerë të arrestuara sa i përket kur flas për mazhorancën, nuk flas por dhe për opozitën, ka pas një lloj qasje tjetër kryekëput qoftë nga arrestimi, përveç atij incidentit që skandaloz me arrestimin e Ilir Metës, që e morën ashtu siç e morën, ku kishin mundësi ta bënin në 100 mënyra, 100 forma, por me sa duket edhe për atë zoti Dumani u justifikua se arrestimi në fakt në arrestimet i kanë dorë policia dhe jo drejtuesit e BK-s. Por gjithsesi kostot gjykimin tim i marrin të gjithë. Zoti Velijej prej më shumë se si i bie shkurt, ndoshta 8 muaj tashmë, ndodhet në masën arrest me burg dhe pritej që prokuroria posaçme të vendoste kalimin e tij në të dosjes tij, pra nga procedim penal të kalonin në gjyq, pra duke bërë kërkesë gjykatës posaçme nëse do ta konsideronte të vlefshme të gjithë provat e mbledhura nga prokuroria posaçme për të vazhduar pastaj gjyqin ndaj subjektit zotit Velijej, që është për 9 vepra penale për korrupsion, të dyshuara për korrupsion. Kujtojmë se ka më shumë se 7 muaj, mos gaboj, që zoti Berisha i liruar nga masa shtrënguese arrest shtëpie në masën detyrim paraqitje, ka prej 7 muaj për që pret dosja e tij nuk vlerësohet nga gjykata që duhet kaloj për gjykim apo jo. Kemi rastin e zotit Lefter Koka, i cili se po jap një panoram, se jam me 2 miq të mi këtu që do ja prezantoj shumë shpejt, po kemi ministrin zotin Lefter Koka, ish ministri më saktë, i dënuar për incenatorin e Elbasanit, i dënuar për incenatorin e Tiranës, pra 6.8 muaj për 6 vite 8 muaj për incenatorin e Elbasanit dhe 2 vite për incenatorin e Tiranës, me përthithje gjykata posaçme ka vlerësuar se zoti Lefter Koka ka një mas dënimi, mos gaboj, diku te 6 vite heqje lirie, 6 vite disa muaj heqje lirie, ndërsa për sa i përket incenatorit Fierit, të dyja masat e para të marrë ose të dyja vendimet e para të marrë nga gjykata posaçme nuk kanë vendim formës prerë sepse janë kthyer nga gjykata lartë janë kthyer në apel, kurse sa i përket incenatorit Fierit, edhe pse kanë mbaruar afatet e paraburgimit për subjektin Lefter Koka, pra 3 vjet zoti Koka po vuan paraburgimin, si thuash, më shumë se 3 vite, sepse ka vuetur burgimin për veprat e tjera dhe gjykata e posaçme nuk dënjon ti rrëzoj, si thuash, akuzat me mbarimin të afate paraburgimit. Pra në një institucion kemi politikan, ndoshta të peshave të ndryshme, gjithsekush më shumë apo më pak, të rëndësive të ndryshme në skakjerën politike, pra të kave të ndryshme të politikës, por për 3 politikan, edhe më tepër mund të përmend, por nuk po hym në debatin kaq madh, kemi standarde të ndryshme. Jam këtu me miqtë e mi Flogert Muça dhe Ermal Peçi,
Jo ai rëtëshës, se do t'ja them. Kam qef ta nga suaj. Dhe do i pys më shumë, unë e dhashi dedukcion sa i përket standardit termal, po edhe Floger, që gjykata e posaçme momentalisht e ka cilësuar, nuk shprehet për ta gjykuar ende, nuk shprehet për ta gjykuar apo jo dosjen Velie. Zoti Veliej me avokatët e tij ka shprehur se është një, si thuash, i akuzuar politik sa i përket ose të gjithë persekutuar. S'po e themi se duke sikur mbajmë se është Belata. Ashtu e thot vetë Veliej. Po pra, po është e bukur, kam qenë disa ta citojmë pak. Po, shifre se e di pse mos bëhemi dhe ne si spak. Po bëjmë humor pra, po edhe Dumani. Duhet na akuzoj dhe neve pastaj. Jo, se kam problem fare unë atë pjesë. Zoti Dumani, për shembull, mund ta përmendim që nga parlamenti tha se kishte marrë presion të madh, qoftë politik, qoftë nga mediat, qoftë nga bandat. Unë të bandave e kuptojmë, po presion mediatik tani unë mund të marr vetëm një shembull, zotin arrestimin e ish presidentit Francës, Nicolas Sarkozy. Kur doli nga ambientet e shtëpisë me bashkëshorten e tij, ju drejtua makinës që do të çonte në burgun sen, nuk e di se më një emër shenjti kishte burgu, të vonte dënime dhe kishte gjithë mbështetësit e tij përpara makinës policisë, i tha dorën të policëve biles. Shkoi makinë dhe e çuan në qeli, kishte mbështetësit e tij që e dorë trokisin dhe i thrisin emrin e tij. Sepse në finale ka qenë presidenti i Francës. Po. Ky që thoshte që po mirë dhe Ilir Meta presidenti i Shqipërisë. Po eksakt jo. Berisha presidenti i Shqipërisë. Erion Velie kryetari i bashkisë me 160.000 vota, po pra. Dhe kur erdhi puna ta bërtisin në si thuash mbështetje të tij, kujtojmë edhe dikur në kuvend u bë kështu që bërtisin njerëzit për zotin Sajmir Tahiri. Kur ishte i këshilli i mandateve, se u bë kuvendi kështu si arenë tifozësh. Por kur as në Shqipëri, të paktën nuk kemi parë në këtë lloj si thuash dinamika që ka ndodhur, nuk kemi parë një presion shumë të madh, po Altin Dumani sa herë që ka mundësi e thot se po i bëhet një person jashtëzakonshëm. Tani nëse Altini nuk duron dot ca mbështetës të njërës apo tjetrës palë, nuk duron dot kritikat mediatike apo qoftë edhe politike, sepse janë pushtetet ndara. Pra Altini kritikon politikën se ka gabuar dhe ka vjedhur, në gjykimin tim. Politika kritikon Altini se ka bërë apo s'ka bërë punën e tij. Altini kritikon është fjalë ëmbël, Altini heton. Po pra, ajo është kritik. Shon dhe në burg. Pashtu pra është kritik, pa të pra, përdora kritik. Fjala jon. Është njësoj sikur politika të njëjtën gjë po bën që thotë na arrestojnë politikisht. Ne i kemi bërë nder nëse e kemi kritikuar, edhe pse unë futem te sektori tjetër dhe Ermali te sektori mbështetësve, por edhe kritikën jo, në kuptimin edhe kur e kemi kritikuar. Edhe vazhdoj të jem. Jo, e di, po them që edhe kritikat që janë bërë, në fakt duhet na e di për nder sepse vetëm janë rritur kreditet. Po. Pra sa më shumë kritikohet spaku, ose sa më shumë sulmohet nga politikanët, aq më shumë i rriten kreditet në opinion publik. Patjetër. Kështu që në këtë kuptim, ai duhet të jetë dashamirës ose që ne bëjmë dhe politikanët e bëjnë, sepse vetëm i kemi rritur kreditet. Domethënë ai nuk ka nevojë që të rrisin kreditet neore, po ndoshta kjo është dhe ajo e dëmshmja që ne bëjmë, sepse duke i rritur kreditet një institucioni, e bëjmë atë të plot fuqishëm dhe ka risk që disa personazhe brenda institucionit të delirojnë dhe të mendojnë që janë ata tani që drejtojnë këtë vend. Dhe ky mund të jetë një keq kuptim i madh që ne ndikojmë që të ndodh dhe mandej vjen faza që shohim që shteti i drejtës mund të bjeri për Metën, Berishën, Veliajin e kështu me radhë. Dhe vaj me det pastaj për tjerët, cilët nuk kanë as kapacitetet që kanë këta mediatike, politike, ekonomike, tjera me radhë. Por gjithsesi Dumani e ka gjithë lirinë për ta thënë dhe bën shumë mirë që e thot atë, që është, nuk e di se ndoshta ai nëse do kishte një presion që mund të jetë presion politik, kështu mediatik që ne nuk e dim,
Pra nuk është thjesht një kritik që mund të bëjmë ne, që pse nuk ecën më shpejt me dosjen e Berishës, pse nuk ecën më shpejt me këtë, pse nuk ecën më shpejt me atë, pse nuk ke hetuar këtë, pse nuk ke hetuar atë. Ky nuk është presion negativ, ky është presion pozitiv. Bëje punën tënde, bëje më shpejt sepse kemi besim tek ti. Dhe nëse pastaj ka një presion tjetër që ne nuk e dim, që gazetarët të caktuar mund të përdoren si masha për të çuar kërcënime ndaj prokurorëve, duhet dalë dhe të na thotë Dumani dhe të nisi hetimet, por ne nuk e dim të. Flëgert, unë mendoj që media, përveç asaj që thua ti që mund të përdoret si mash, unë mendoj që mund të shfaqin në një rrezikshmëri të madhe. Më shumë nuk mund të shfaqin rrezikshmëri të madhe. Pra, kush pranon, dhe unë këtë kam si, do të them, doktrinë jete, kush pranon një post publik, duhet i marrë parasysh që do kesh sulme të cilat mbase s'do jenë as etike, do kesh sulme të cilat do të jenë të pa drejta, mund të kesh sulme që janë të drejta, por do më thënë bëhen komplekse me një sër akuzash tjera dhe rrethana tjera që të kushëzojnë, por në këtë rast është shumë e lehtë për individët cilët mendojnë që media ju bën padrejtësi. Po të isha unë në vendin e tij, nëse do mendoja që një gazetar po shpifte për mua, po fliste kundër meje pa fakte, do t'i mblidhe gjitha ato deklaratat ati, do bëje kallëzim. Dhe do bëja një kallëzim. Kaq, institucional, komplet. Institucional. Dhe do thoja, po jo të bësh politik dhe retorik politike. Dhe do thoja në çdo moment që për këtë arsye, ky ka dashur të prish imazhin tim. Ke modelin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një prej gazetarëve më të njohur që u dënua me një shifër marramendse televizioni ku ai punonte së bashku me të, gati mos gaboj diku te $86 milion, aq e mori gjobën. Me mbyll televizion do. Ati e flitet për perandori ekonomike, por për shkak se ata kishin kuptuar që në diskursin e tij nuk prevalonte e vërteta, por vepronte dëmtimi i imazhit. Kishte agjend. Dhe kaq është e thjeshtë. Pra, mua nëse del sot musulmon dhe un kam një post publik, nëse ti fillon dhe flet dhe përdor gjuhë rrethje dhe deformon të vërteta, unë kam shumë të lehtë. Kjo për sa i përket medias. Dhe unë nuk mendoj dhe e kam të parimin në jetë këtë. Njeriu duhet të ketë frikë nga veprat dhe jo nga fjala. Vepra është ajo që e dëmton njeriu. Po fjala, unë jam i natyrës që duhet përdorur me kujdes, por fjala nuk mund ta trembi një njeri nëse ai është i pastër me veten e vet dhe nuk ka pse të kushtohet. Po tremet Rama nga Velia? Do të flas, do të kaloj pak tek pjesa e Dumanit te fakti që edhe pastaj si duash, po them do ta them me këtë pjesë. Mendoj e dyta është politika po. Politika po ka bërë një luftë pa princip, pa moral, ka bërë një luftë kundër Dumanit në çdo aspekt për ta kryqëzuar. Më thënë kanë përdorur një gjuhë fyse, i kanë vendosur epitete nga mëngjesi deri në darkë, kanë deformuar opinionin publik, e kanë mashtruar opinionin publik me vetëm një qëllim dankosen e tij. Dhe nuk është pak sot kur dalin delegjitimimin. Po, dhe nuk është pak sot që dalin njerëzit më me pushtet absolut. Se Ilir Meta sot është pasekur, pa ai çfarë nuk thoshte kur ishte madje dhe ditën e sotme në mëngjes pash një status të zotit Meta që kishte sulmuar Dumanin përsëri. Kishte zotin Rama kur thoshte se jemi republik prokurorësh, por më pas kur thoshte pa mua çdo bëj spaku, që jepte mesazh. Kemi zotin Berisha. Pavarësisht regjistrave që këta kanë përdorur, nuk është e lehtë të përballosh presionin e tyre, se janë njerëzit më me pushtet. Ne ca i dim e ca nuk i dim si veprojnë ata. Kështu që në këtë kontekst politika e ka kushtuar. Grupet kriminale po ashtu vetë një prej prokurorëve të SPAK-ut të shkërcënuar te familja, ka pasur edhe sa gjëra nuk dim ne. Po flas në aspektin e grupeve kriminale, grupet Jo, jam dakord. Jo, ato flas politik. Them në këtë kontekst. Jo, them absolutisht 3 premisa të medias. Unë te media do thoja vetë zoti Dumani duhet të jetë më i kujdesshëm raport që një gazetar kur bën kritika, tani ne fjalën kemi.
ne fjallën tonë do të themi. Po kush e ka bërë yll Altin Dumani? Media. Po ne jo e kemi bërë. Ne, do me thënë, ne dhe punë e ti. Unë mendoj, kuptoj, jo ne të tre nuk... Po të kishim agent, ne po të kishim fuqi bërim njëri tjetër një, nuk bërim punën e ti, më falë, punën e ti, s'kemi punu asnjëherë për punën e ti, Ermal, në qoftë se media do kishte një agent politike, nuk do e amplifikonte. Dakor, unë them, do me thënë, unë them, vetë Dumani, fakti që ka goditur, dhe në këtë vend nuk është goditur askush, e ka ngritur dhe e ka ngritur në atë se, por nuk është, çështja nuk është media target. Nuk e ka bërë vetëm Dumani. E ka bërë... Spaku, por ne kemi personalizuar. Nuk e ka bërë dhe vetëm Spaku. Spaku është lejuar pa e ka bërë, për mua. Pra, që të kuptohemi, në qoftë se, po tani që kur ishte Lulzim Basha kryetar opozite. Rama dhe Basha kanë qenë deri në momentin e arrestimit të Erion Veliajt. Rama dhe Basha kanë qenë një linjë, një narrativ në raport me Spaku. Rama e ka thyer betimin thojza tek Veliaj, që doli dhe tha po bëhen metoda komuniste, linçuese ndaj këtyre, ndaj atyre, e theu te Veliaj. Nuk e theu te Dako, nuk e theu te shoku i fëmirisë. Te Beqej, te këto tjerët Bllakra me shok, jo. E kupton? Pra e theu një moment, pra një farë mënyre, politika e ka, po bravo, politika e ka lejuar Spaku, sepse po të fillonte politika që ditën e parë, në ofensivë, ma beso, dhe kur politika është unison, e përbashkuar në qëndrim ndaj një institucioni drejtësisë, pa i bërë asgjë, e të merron, sepse në finale, jo për të asaj, në finale, bashkon votat në parlament, Ermal, dhe nga Spak, bëhesh sektor. Ka diçka, mendoj vetëm diçka, Flokert. Janë dhe faktorë ndërkombëtarë. Këtë do të thoja, duhet kuptojmë që cili sepse... Po kur vjen veza atje ku thuhet, pastaj s'pyet për faktorë ndërkombëtarë. Faktorë ndërkombëtarë ishte dhe atëherë me çadrën. Jo, mendoj, janë tjera konteksta. Do më thënë, hapja e kapitujve të Bashkimit Evropian, krye fjalë ka qenë Spak. Dhe e gjithë rruga që ty të qonë drejt Bashkimit Evropian dhe drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës kalon nga Spaku. Se si do e zjedhin këta, pastaj... To janë furqe, lustra që ka pas bërë Rama, ka qenë si palati me shigjeta, për të mos hedhur në erë investimin e tyre. Bala, si projekt, ta marrë pak. Po, ta marrë shumë. Vetëm nuk po them që vetëm në këtë perspektivë. Kjo puna e që syt i kanë nga ne BE-ja, se BE-ja di që po bën, po përshpeton grup kapitu, sepse ka interes. Tu flasim për marrëdhënie interesi shohu. Nuk do t'ja di BE-ja fare se në Shqipëri... Do t'ju spikoj para të veta, o bale. Prit para, se nuk ka dhënë një lek të modh. Po prit marrë tani, dore sekund. Ka dhënë, tani... A mu ta marrë pak? Me shifra gjëjmë tu ne pak janë atore. Ato me marrë pak një sekund. O bal, vetëm them vetëm diçka. Po jo më vetëm them diçka. Për sa kohë ne po tentojmë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, ata kanë rregullat e tyre, ata kanë vendosur disa piketa. Po prit pa, janë sinqert, po flasun tani dha. Do të mirë, ata janë Bashkimi Evropian, janë një bote. Ne mos i bim që... Nuk ka rëndësia janë sinqert apo jo me ne. Jo, ka rëndësi shumë. Po nuk ka rëndësi politik, në politik nuk ka rëndësi, ata po bëjnë politik. Jo, sepse e di ku qalon kjo pastaj. Problemi e se ka shumë rëndësi sinqeriteti, se është objekt, kjo gjëja apo është subjekt. Tani në moment që ti flet me kështu najër, që bravo, shumë mirë, Spaku dhe e flasin për i drejtësi që po bëhet, ndërkohë që ka të gjithë në përmendimin tim. Ore, nuk është rezultat, nuk quhet rezultat se janë arrestu politikanët, se shistoj si thush tani, dali gjithë populli të marri armët të vrasi ata që janë fajtorë. Duhet bëhet drejtësi. Po ma leta mbaroj, se po më dërpreve nuk e kupton në sensin e asaj. Drejtësia popullore, Erman, ka dhe drejtësi popullore, ka dhe hynore. Përveç asaj gjyqësore. Janë 3 lloje, kupton? Ca të lejnë gjykatën, ca të lejnë popullin, ca të lejnë Zotin. Tani unë nuk po flasim, ne po flasim për këtë këtu të parën. Kur flasim për demokraci, kjo drejtësia funksionon mbi parimet e demokracisë, ligji barabartë për të gjithë. Qoftë edhe për ndërkombëtarët që kemi këtu,
qoftë për vetë politikanët, qoftë dhe për qytetarët. Pra qoftë për gjinit, pra meshkuj dhe femra. Ajo është idealja. Po pra është idealja. Tani, nëse kemi disa ndërkombëtarë që thënë që na iqin kapelen, absolutisht që ka lëvizje pozitive. Absolutisht që unë ja iq kapelen zotit Dumani dhe të gjithë prokurorëve të tjerë për 1000 arsye. 1000 arsye. Por kjo s'do të thotë që mund t'i shtrëngoj dorën, ta ndihmoj siç e kam bërë në çdo luftë. Të them dhe sot dhe vazhdoj ta them në çdo studio që mua që prokurorët e SPAK-ut duhet t'i zgjatët mandatin. Për 1000 arsye, që s'kam qenë dhe për këta të vettingut, për disa subjekte, jo për të gjithë. Se s'mund të them për të gjithë tani, ose se bën. Por a do flasim, ore, në thelb nuk i trembet Europa a funksionon siç duhet SPAK-u. Nuk i trembet Europa a funksionon siç duhet gjykata kushtetuese. Nuk i trembet fare as funksionon apeli, as gjykata lart, as gjykata shkallës parë. Atyre si duhet fare, as administrativja. Ata thonë që këtu janë kapur politikanë arrestuar, por e para e njërë, kur ndodhi ajo që ndërprejnë fondet e USAID-it, që u dha urdhër në Amerikë, e vumë rej që financimi më i madh i SPAK-ut është nga buxheti i shtetit, ato pagu vetë, nuk është pagu gjë as Amerika as ato. Amerika dhe BE-ja janë monitorues dhe mbështetës. Dhe shumë mirë që janë ata. Problemi është se kanë investuar absolutisht. Me trajnime, me pajisje, me mëse, me thash. Po për ta paguar janë 10 miliona euro. Po pra, mirë, ekspertiza është para. Patjetër. Se tani mund të flasim, tani vetëm ekspertiza është absolutisht, mbështetja është fuqi. Jemi dakord me këtë. Por ne në kontekstin kur përballemi me zotin Dumani, unë nuk përballem pse ja japin, ke dëgjuar një herë më them pse ja japin aq rrogën Dumanit? Pse ka Dumani aq rrogën? Asnjëherë. Është përmbys sa vjet ka SPAK-u? 6 vjet. Sistemi i pagave. Po pra, po jo më s'ka. President. Ore, jo, mbi president absolutisht, po kam thënë pse merr Dumani rrogën kaq? Unë mund të dalë të them pse e merr kot rrogën. Një prokuror. Mund të them pse ky merr para të tjera për te rrogës, kjo është detyra ime si gazetar. Siç ka ai detyrë të hetoj, po. Dhe unë kam detyrë të analizoj, të gjej fakte dhe të them, shëndet Erman, shëndet fjalë vërtet. Tani problemi është se ne nuk mund ta unë nuk bëhen dhe Amerikën nuk e fus në listë fare për të analizuar jo për mbështetjen që i kanë dhënë SPAK-ut, ose mbështetjen që i jep Shqipërisë. Nuk e fus në listë fare për ta parë në aspektin e brendshëm se si po funksionon standardet e drejtësisë. Pra, nëse unë do isha kapelen Amerikës dhe BE-s thoshin që o vlla, kjo është shumë pozitive SPAK-u që ne kemi ndërtuar. Ka bërë një luftë jashtëzakonshme kundër krimit të organizuar, lëndëve narkotike edhe që janë piketat që ata e kanë shumë të rëndësishme. Sidomos luftën kundër narkotikëve dhe krimit të organizuar. Sa ato ata kanë. Lidhet me interesin e përbashkët. Interesi pastaj përgjithshëm i joni është goditja e strukturave shtetërore të korruptuar, qeverisat e korruptuar të shtetit, qoftë me lidhje me krimin apo me njerëz që pastrojnë para në politikë apo kudo tjetër, nuk ka rëndësi. Pa institucione, ngritje institucione të fuqishme dhe të forta. Po këtë kush ma bën SPAK-u? Pra unë nuk i referohem ndërkombëtarëve për hallet e tyre, por dua të kem qasjen e drejtësisë në raport me publikun, në raport me kushtet ku është deri më sot. Unë po thoya mund të bëj një sondazh shumë të vogël. Sot nga SPAK, në 6 vjet SPAK, nuk ke një politikan përveç zotit Lefter Koka, të rangut lartë. Dhe unë të sfidoj të thush një emër tjetër. Po nuk është për korrupsion, pa po them edhe një herë. Nuk është për korrupsion, nuk është i dënuar. S'ka asnjë vendim formës prerë. Po këtu kam. Po tani 6 vjet më por s'ka asnjë vendim formës prerë. Edhe Kokës ja ka kthy gjykata. Këtu ke drejt, po këtu tani fal, një sekond. Dhe un kam bërë gjithmonë një analizë. Ore, s'është logjike kjo gjë dhe këtë mendojnë edhe qytetarët, buri dhe ose tani nuk hajnë bar ata. As unë sa bar, as ndërkombëtarët sa bar. Po s'kan interesin se ne na dhe më shumë, se është xhepi jon. Tani për korrupsion nuk ka. As strukturë korrupsioni, se gjykata e krimit të rënda ka qenë më përpara. Pra për luftën kundër krimit të organizuar, narkotikëve. Ai quhet krimi i rëndë, quhet vrasja. Për cilën vetë Dumani foli me superlativa për punën në atë kohë. Po. Kjo nuk ka ndodhur. Një fjalë ka qenë më përpara. Tani është fuqizuar, ka mbarë mbështetjen, ndoshta ka vepruar edhe më
më mirë se sa më përpara, absolutisht efektiviteti, po ndoshta jemi në kushte të tjera. Po edhe shifrat sipas Po pra, Dumanit jemi në kushte të tjera, dikur ku bënim 1 milion euro, 1 milion euro mund të bëhet apartamente, sot 1 milion euro mund të maksimumi merr një vilë. Në Lals, ku janë ca nga këta, që kanë vila, që janë komshi, dhe ose me një nga këto rezidencat e tjera luksoze. Ka pas në ndryshim paraja. Pra, nëse kapi 1 milion euro para 10 vitesh, ishe njësoj se të kapshin 100 milion sot. Gjykimin tim, në vlerë monetare të paras. Shumë dakord jam në këtë kontekst. Sot, 4 makina kanë këto bose drogës që ka arrestuar, spakur dhe i ka sekuestruar. Po të bësh një sondazh dhe një analizë, pyete zotin Dumani, edhe në të kthem përgjigje. Pse paratë e sekuestruar nga këta nuk kanë kaluar për konfiskim? Sa e kanë raportin e konfiskimit? Po se duhet vendim gjykate, fajsi që të kalojnë në konfiskim. Jo, po absolutisht. Po sa kanë konfiskim? Atëherë, ti normal ke hap një market dhe shet një produkt. Po e quaj market spaku dhe shet si produktin. Nëse ti gjatë gjithë kohës shet një produkt dhe i bën reklam këtij produktit, po ke dhe miq jashtë këtij produktit ndërkombëtar që thonë që ky është një nga produktet më të mira. Nëse ti nuk e shet produktin, përse e ka fajin institucioni apo e ka fajin produkti? Si mendon ti? E ke fajin ti si market apo e ka fajin produkti? Unë besoj se ka fajin produkti. Që nuk të ecën. Gjithë flasim me superlativa për produktin tënë, por produkti nuk të shitet. Më kujtove ndjesër mal. Më kujtove një film, besoj e keni parë, dhe intervju. Intervjuja një film komedi, sarkazëm, ironi. Se nuk më lidhen titujt shqip, se këta i besin dush. Një gazetar britanik shkon të intervistoj, ishte një one-man show. Ky shkon të intervistoj Kim Jong-unin. Është me këtë mërë? Po. Nuk jam mirë nga emrat, por edhe intervju quhet filmi, dhe ky shkon atje, dhe atje vën dukje përpara botës dhe përpara koreano-veriorëve, falsitetin e regjimit dhe ju çel syt një farë mënyrë. Shkon te marketin darkë që ishin gjithë gjonat kallçuku. Bravo, që nga fakti që nuk ka anus Kim Jong-uni, që e bën të... Është sarkazëm, ironia. Eksakt. Dhe tek pjesa e marketit që i kishin nxjerrë përpara një fëmijë të shëndetshëm, pasi te marketi ai sheh që ishin gjitha prej kallçuku, nuk ishin të vërteta. Dhe spaku në fakt, në qoftë se do ta masnim raportin e rezultateve finale, edhe me rezultat final, nuk dua të them gjë tjetër se dënime nga gjykata, që pra ka fituar spaku dhe jo. Këtu spaku ka arrit vetëm me pjesën e parë që e ka bërë mirë, duhet ta bëjë më mirë, më shpejt, nëse thash janë hetimet, dhe mungesën e kompleksit dhe frikës për të hetuar këdo, dhe kjo është për duar trokitje. Po ka arritur që vetëm me hapin e parë, dhe jo me hapin final, t'i tregoj ose të bëj publikun të besojnë që në fakt të gjithë kungujt dhe trangujt dhe kastravecat dhe patogjanat nuk janë kallçuku, janë sakta. Pra, është momenti kur gazetari hyn në Korenë e Jugut. Tani, kur gazetari del nga Korea e Jugut ose del vetë dhe shkon për t'i prekur ato, që nuk ka ardhur akoma i moment, këtu mund të kthehet një bumerang, dhe frika ime është kjo, që gjithë ne që e kemi besuar dhe e besojmë dhe e mbështesim spakun, pavarësisht kritikave që mund të kemi në momentet e caktuara, a mos ndoshta do zhgënjemi ne më shumë se ata që kanë qenë kundër që në fillim, kur përballë gjykatës të pandehurit e spakut të dalin një nga një, të pafajshëm thonjza për shkak të rrugëve antiligjore që kanë ndjekur këta proceduriale për të shkuar tek hetimi, mënyra e marrjes në pyetje, më thash? Të themi një rast. Dhe kjo pastaj është flagrant. Është që në fakt pas ka qenë në një lojë e madhe. Drejtoresha. Do ishte të veshme, por nuk dua. Dhe po ndodhi ne do themi s'kemi kuptuar asgjë dhe do marrim ne mësimet tona. E kupton? Drejtoresha ka dasës dorësit. S'kam gjë me zonjën, edhe realisht me asnjë zonjë ta them se mu duk kur e përmenda një herë si batutë, mu duk si batutë seksiste ose maskiliste, po nuk ka rëndësi se du ta përmend si batutë. Drejtoresha e kadastrit dorësit. Neni për pastrimi parave që është dënuar është deri në 15 vite. Zonja u dënua me 7 vite.
Për shkak të gjykimit të shkurtuar që bëri që kishte zgjedhur zonja për të ashtu, si thua, për të ulur kostot gjyqësore, e pranon dhe praktika, nëse e pranon prokurori fillimisht e gjykata, që të vazhdoj me gjykim shkurtuar, nga 7 vite u dënua me 4.8 muaj, 4 vite e 8 muaj heqje lirie. Këto i bëri në 3 vite, janë konvertuan me 3 vite shërbim prove. Pra që gjatë kohës, gjatë 3 viteve, zonja, në fjalë, mos të kryen të krim, mos të shoqëroj me njerëz me janë ato rregullat që vë shërbimi provës. Më the thash. Tani, për një vepër që shkon deri në 15 vite, dënohet 7 vite, dhe s'bën asnjë ditë burg, në gjykimin tim, nuk e di pse këta të tjerët po bëjnë burg. Sepse zonja është dënuar më pak se Lefter Koka. Po. 6.8 mori Lefteri. Si kam vështrim kjo shumë të saktë, se nuk dhe bëses. Nuk kam të amon ma qoni të zonjën burg, se njo dhe shumir nëse prit standartin, po dhe shumir kanë bërë që nëse e kanë gjykuar të tillë, po do ta bëjnë me të gjithë. Sepse raporti i Spakut për të arrestuar ka qenë skandalos dhe zoti edhe kryeprokurori i përgjithshëm e përmendi, që kanë marrë jo direksione, po indikator nga gjykata e drejtave njeriu, që është shprehur për rastin e Hysa kundër Shqipërisë dhe mbarova fjalia e fundit. Jo, fjalia e fundit. Po nuk është Spaku më burr, është gjykata më. Jo, s'është ashtu. Nuk është ashtu. Po Spaku bën kërkesë, po Spaku sta pranon Spaku sta pranon gjykimin e shkurtuar. Thot prokuroria jo po flas për këtë. Po flas për vendimet, po, se ne edhe për vendimet përqendruar në Burg Meta, jo Spaku. Ne Spaku është palë më burr. Jo Spaku. Se nuk merremi fare me gjykatë. Se ka gabim terminologjik. Spaku janë prokurori edhe gjykatë. Struktura e posaçme antikorrupsion është Spaku. GKK është gjykata kundër krimit. Prokuroria posaçme, gjykata posaçme. Spaku është për të dyja. Po nëse, kur them Spaku unë i fus të dyja. Po futi të dyja thuaj të paktën se unë kuptoj që ti e ke për sistemin. Jo. Unë them prokuroria posaçme, gjykata posaçme. Struktura ajo është gjykata nën struktura posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë të dyja bashkë. Sepse unë nëse them që Spaku vepron dhe gjykata, pse që kanë Spaku? Pra nuk është duma, e themi kështu, pra nuk e çon Dumani në Burg Metën. Po, tjetër më. E çon gjykata me propozim Dumanit, sepse Dumani është palë një proces. Jo vetëm që jo është palë. Dumani, tani, këtu janë ngatruar dhe sistemet në Shqipëri. Dakor. Tu janë ngatruar, janë bërë lëmsh sistemet. Pajtohem. Sepse këtu është edhe vërtet janë të tredhur përpara prokurorëve dhe ky është fakt. Ne duhet ta themi. Të duhet ta themi, po. Si mundet një gjyqtar që një person ka 3 vjet para burgim, Lefteri morën. Pajtohem. Kriminali më i jashtëzakonshëm. Prandaj është gjykata e drejtë e njeriut. Se po të ishe ashtu pas e kalonim sisteme tjera që merat e njeri hajt ta varim, ose ti gjyj me gur, edhe kemi drejtësi prokurore. Prokurorëve kjo ju arrit kreditet orë. Jo, unë besoj se ka një... Kur ke gjyqtar të tredhur, prokurorët dalin mirë, sepse i bie që ti fitoj gjitha çështjet. Të gjitha palët të tredhur, sepse janë të kapura, sepse prandaj këtë bashkëpunimin e kanë të rëndësishëm që mos tregojnë të gjithë defektet që kanë gjatë procesit hetimor apo ngritjes akuzave, qoftë dhe procesin më përpara, më fal dhe e mbaron, më përpara çfarë bënin gjykatët? Po ikem arrest me burgën. Gjykatët, duke qenë bashkëpunim me prokurorët, do të jepni masë se s'bën burg vëlla për të justifikuar arrestimin e prokurorit, se ndryshe do të paguante. Dhe mos pagesa ose pagesa ditëve të burgimit, që ndodhte vetëm njerëz fuqishëm dhe jo njerëz zakonshëm, tregonte që prokurori ishte ulje në notë profesionale dhe prokurorit nuk kishte performuar. Jam shumë dakord në çështjet e procedurave, jam shumë dakord në atë se çfarë ndodh me shumë prej zyrtarëve. Unë vetë kam shprehur. Por parato e tua ku janë? Në diti? Ti pa paguan sot për Spakun. Paratë e tua që të kanë vjedhur ku janë?
Prandaj po them, kështu që në Po këtë janë, më thuj një qindar. Ja, do të them diçka. Deri muret. Është korrupsion intelektual? Po jo të gjithë pra, se a thash i ditë çuna, o fleker, po s'mund të jenë. Edhe Al Capone në tham, ram dakord se ma than çunat e kapën Al Capone, pra më fal, mbarova. Se e kam sot, ti di që këtë punë drejtësisë e kam i çik me merat. Po. Edhe Al Capone, ju me kam merat, e kam pas gjithmonë merat. Evazionin kam 20 vjet që e kam. Po pra, gjithë pretekstin e evazionin, po tani s'mund të jenë gjithë Al Capone, po. I thash unë. Mund të jetë 1, 2, 3. Po ju na dolën gjithë Al Capone si kapën lekët. 20 prokurorë janë në burg. 20 janë. Po duhet mendojmë, atëherë po njim, nuk ka kapin dot ta 20 prokurorë. Unë mendoj këtë gjë. Ç'alçin me? Alçi bllak. Për kë? Për incineratorët, jo, vërtet e kam. Unë mendoj vetëm kaq, kur bëj analizën se po ti hysh në standarde edhe mund t'i gjesh çdo lloj prokurori defektet e veta. Në mënyrën se si jeton apo dhe gjykata pse vonohet. Për shumë çështje të cilat dhe neve mund të kemi pikpyetjet tona që pse nuk vepron më shpejt kur ne dim që ç'është bërë aty. Por janë çështje të standarde. Është procedurë. Po di procedurë në këtë kontekst. Po di procedurës penale, nuk është çështje standarde. Anë unë vetëm një gjë. Është drejt themelore. Një gjë dhe këtu do ndaloj shkurtimisht të kthehemi te tema se u zgjatëm shumë për të mendoj. Shkurtimisht ne para zotit Dumani kemi pasur zotin Kraja dhe kemi pasur dhe një prokuror tjetër, Arben Lallën, mos gaboj. Lalla kishte Adriatiku. Ai prokurori i përgjithshëm. Krye prokurori i përgjithshëm Adriatiku. Nuk ka qenë në strukturën. Jo, po them Adriatiku për shembull nuk kam parë kur që palët politike ta sulmonin me këtë gjuhë. Apo ta atakonin me këtë gjuhë, apo të ngrijej një sistem i tërë për ta shigjetuar. Po ka qenë Nina Rama që sulmuar. Shumë gabim, po ka qenë vetëm nga një... gabim apo mirë, po ka ndodhur. Them në kontekstin ka qenë vetëm nga një palë, nuk kam bërë ndonjëherë palët bashkë. Adriatiku edhe i çik bëj president se ishte mbi palët. Si kishte sistemuar të gjithë. Ishte vërtet. A kupton, ai ka qenë mbi palët, mbi palët shumë, ai ishte edhe në prokurori mbi palët, ai mbi palët. Ai certifikoi parat më i LDKPI. Ai e ka bërë gjithë punën. Ai ka qenë drejtori i LDKPI-s, po edhe në prokurori ishte mbi palët. Ishin gjithë Ai kënaqur atje me emërime, me shefe. Ai ishte nën palët në fakt. Herë mbi palë, herë nën palë. Sipas momentit floger, çdo gjë. Pas herë palë. Kisha atje ke bëri mirë prokurorin, kështu e krijoi mirë, kishte si ai kokshti Ramës që është aty brenda filmin. Ai arriti domethënë mund të shikoje të gjithë ngriheshin në detyrë. Bollëk. E kupton se kujtohet ajo historia peshë gruas time, pastaj gjithçka vajte aty dhe sa herë kur dua të bëj diferencimin e sistemeve, them si ka qenë ky, si është ky. E kupton në si ka qenë se përfundoi. Ne nuk flasim për atë standard, se na. Si ishte të prishgohet tani na fike fare tani. Standardet këta kanë qenë në Shqipëri o jo, ka pas të tjera që. Unë po të them gjithta prokurorët sepse në atë kohë vendoseshin... Në raport me politikën po? Vendoseshin me politikën, në këtë kontekst se kam, për më zëndaluar shumë të tani, unë mendoj që Veliaj për të kthyer të tema, se edhe kjo ka lidhje me këto zhvillimet. Po pandaj bëm të intro nëse? Unë mendoj që Veliaj tashmë po e kupton që Rama... Tu në habit fare. Rama... Jo, unë kam thënë që Veliaj duhet i publikoheshin materialet. Kam qenë komplet kundër. Ishte... Nuk ka pse e denigron. Prandaj zuri mend prokuroria posaçme dhe tani nuk po dalë asnjë material për Belinda Ballugun. Se besoj mund të ketë qenë kështu, po s'ka gjë. Por nëse po e ke pak të gazetar të Trimat Spakut që bëshin për Elionit. Ajo pastaj është te gazetarët. Ajo nuk ka të bëjë me, ajo është te gazetarët pastaj. Po ku janë pra gazetarët, mediat, ku janë këta? Pse nuk del dikush prokuror ose ka bërë të njëjtin standard, kam bërë shumë gabim që i kanë nxjerrë Veliaj. Patjetër, jam dakord me. Për gruan unë dhe vetë kur i them për zotin nuk e konceptoj do të se si mund të sulmosh njëri për ta baltosur të bashortja. Është e pa kuptueshme në optikën time. Meru me korrupsionin e atit. Kështë problemi që bëri pra Spaku, se u kthin agjenci PR-i. E bën edhe spinë. Spaku dënon të televizion mirë, se deri tani në gjykat ka ngrënë atë. A kupton që thuhet? Jo, unë them në kontekstin që i shikoj unë gjërat. Asnjëri s'duhet të hyjë te deri e shtëpisë
ti analizon me korrupsionet. Jo, se ka aty e kanë drejtë të hynën ata. Jo më styn deri Problemi shtëpisë, është po ngritën jo të fabulën. bën. Ti do thua se ngritën fabulën. Anërisë, s'po më gjë, nuk po them që spaku nuk duhet të jetoj. Po them media nuk mund të marrësh copza materialesh dhe të përkthesh si do ti dhe pastaj të ngres, sepse nuk është as etike, nuk është as prokuroria, po them, nuk është drejtë. Por dhe gazetarët po them më burr se si gazetarët janë vartës më burr. Po punëtorët të medias dhe të prokurorisë. Po më burr, po dhe unë si gazetar mund të thoshja 100 gjëra, tash është bërë shumë gabim që janë nxjerr këto. S'kam punë me etikën tek. Kjo i përket të kaluar se tani kanë vënë. Nuk nxorën asnjë gjë për Belindën. Kemi një javë që s'dima, unë i di. Ose kanë frikë, ose ose janë bllokuar. Kështu që si kanë lënë morburi dhe tani ta bëjnë dhe si kanë dhënë gjë. Dhe ato që dinë se lejojnë që ta thonë. Dhe tani po them këtë gjë. Duket se Velia e ka kuptuar tashmë që aty Rama ka larë duart. Mbas se ka pasur shpresat e veta që Edi Rama mund t'i dilte në krah, për shkak të marrëdhënieve dhe për shkak të rrugtimit përbashkët që kanë pasur, dhe sot Velia e kupton që përveç problemeve që ka me drejtësinë, ka probleme me kryetarin e Partisë Socialiste, i cili është dhe kryeministri i vendit, i cili zgjodhi ta shkarkoj. Dhe duke parë gjithë zhvillimet që po ndodhin brenda Partisë Socialiste, Velia i ka menduar dhe ka parë të arsyeshme në këtë moment që t'japi përsëri një mesazh tek Rama tani, duke qenë se në datën 31 apo 30? 31. Ishte gabimi im që e theti. S'ka gjë më se nuk është këto. Po mirë më se nuk është. Të premten. Pas nesër. Të premten, pritet merret një vendim. Nga gjykata kushtetuese. Nga gjykata kushtetuese. Në bazë të atij vendimit, që mund të jetë as mish as pesh, mund të shohim që çfarë do ndodhi dhe se si do reagoj Velia. Se Velia për sa kohë që vendimi të jetë pa interpretim brenda. Se gjithmonë vendimet e gjykatës kushtetuese kemi parë që janë me gjithsekush mund të thotë para. Që mos ta japin ata pa interpretim. Po jo, ata do japin. Shit kush janë variantet, se këtë po bëja bisede me Flokeretin. Varianti i parë është të japin drejt Veliat për aspekte procedurale, jo aspektet e shkarkimit, se si rrugë për shkarkimin ajo rrugë është. Por ka aspekte procedurale, pra do ta dëgjosh, do t'japësh arsyet. A kupton edhe 1000 arsye të tjera. Pra, ne kemi parë në këtë vend që gjykata duhet ndodh procesi. Po procedurale. Në gjykata ka dëgjuar kriminalët më të frikshëm që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Edhe Enver Hoxha, kur vinte puna, të gjithë akuzuarit i dëgjonte në Velia i do jetë aty prezent. Ora kështu duhet ishte. Nuk e di tani se çfarë do vendosë gjykata kushtetuese. Siç do jetë nesër, dhe për këtë do shprehet në gjykatë kushtetuese, duhet ishte edhe në Këshill Bashkiak. Po pra, këtë po them, do të ishte Këshill Bashkiak. Gjykata kushtetuese nuk do thotë. Vazhdo po. Burgjet kanë pasur një reagim për Report TV-n dhe thotë kemi marrë masa për transportin e Veliajt. Ku? Në gjykatë kushtetuese. Po, ja, unë e lexoj edhe për korrektësi. Po tjetër është shumë mirë bën. Drejtoria e Burgjeve i është përgjigjur interesit të Report TV duke bërë me dije se nga ana e institucionit janë marrë gjitha masat e nevojshme të parashikuar në protokollet e sigurisë për të shoqëruar Veliaj nga paraburgimi i Durrësit drejt gjykatës kushtetuese. Pra, Erion Veliaj pritet të paraqitet të premten në gjykatën kushtetuese. Morët kriminalët më të mëdhenj ku do të shqyrtohet tankimimi i tij për vendimin e marrë nga qeveria për shkarkimin e tij nga detyra si kryetar i Bashkisë së Tiranës. Kjo është ajo çfarë doja për ta bashkangjitur në bisedë. Tani ta themi se me atë po bisedonin me Flokertin. Variantet janë këto, apo jo Flokert? Që varianti i parë është që t'i japi drejt Veliajt për shkarkimin të jetë i pa bazuar në procedura dhe do ta rikthej dhe një herë procesin nga e para. Që është fitim kohe. Po, se nuk është se ka një. E dyta, më pak e rëndësishme që mund të ndodhi dhe mund ta dinë gjithë është fakti që gjykata kushtetuese t'i japi drejt dhe Ramës për shkarkimin si për, por që si t'i japi dhe Ramës dhe Veliajt. Po, të dyve. Po nuk si veprohet. Po prit pra, po këto po them pra. Le vend për interpretim. T'i japi drejt dhe Ramës që ky duhet shkarkuar për shkak të emergjencës që ka. Këta mendojnë sipas propozimit të Këshillit Bashkiak, këta mendojnë ka Tirana,
Por nga ana tjetër, të thotë që tek ky zotëria nuk janë zbatuar procedurat, se gjykata kushtetuese nuk dënon këndopur. Gjykata kushtetuese i jep drejt Këshillit Ministrave për shkarkimin dhe i jep drejt Veliajt për shkeljen e që është bërë ndaj procesit. tij, kaq, për shkeljen e procesit. Pra vendimi i bazuar nenin 115 bla bla bla. Dhe fundit është ajo që procesi thotë është i rregull, 3 variante, s'ka variante. Dhe hapet rruga e zgjedhjeve. Veliaj shkon në administrative në këtë rast, jo në kushtetuese, dhe Veliaj fiton për procedurën, por zgjedhjet nuk ndalohen. Pra Veliaj merr rrogën, administrativja nuk ndalon dhe kryetari zgjedhjet. i ri do marrë rrogën, qofse. Pse do marrë rrogën? Po patjetër. Dhe kjo është bonus për Veliajn që në gjykatën e Strasburgut, duke qenë si ka kaluar gjitha shkallët në Shqipëri, nuk shkon me statusin e një qytetari, por me statusin e një kryetari në detyrë. Dhe kryetarët në detyrë, njerëzit në detyrë, të rënditje e dosjeve atje ka një lloj prioriteti, dalë të rreshti i parë. Janë për ta shpjeguar për njerëzit, nëse shkojmë në Rinas, nuk shkojmë ande nga gjithë, po hym te ajo VIP-i që të merr Ka që do Veliaj nuk se pretendon që të kthehet sepse do që procesi të jetë i shpejt ndaj tij dhe të marrë nga Strasburgu një feedback pozitiv, që eventualisht nëse ekziston, atë shpreson. Po pra. Jo që ekziston ajo. Dhe shkojnë në gjyq me disa armë ndërkombëtare. Tani në që thotë keni ma le dhe një fjali te kjo që te kjo drejtësinë se ekziston gjykata. Rruga që unë mendoj se Veliaj do të ndjek, pastaj. Po, gjykata e drejta e njeriut ka dhe diçkash që verifikon gabimet që bën organi i akuzës, po dhe gjyqësori. Pra, hysa kundër Shqipërisë nuk e ka vetëm për prokurorin, po e ka dhe për gjykatën. Kur flet për Thoma Gëllçin. Shtetin e drejtës more. Po kur flet për Thoma Gëllçin. Për pjesën e arrestimit. Ka një proces, Shteti i drejtës se jam konsultuar me 100 juristë për një çështje tjetër, për çështjen kur u arrestuai avokati. Në lidhje me asaj që thet që nuk e ka edhe gjykata. Jo, kur flet gjykata e drejtat e njeriut, flet për të dyja, nuk flet për të gjithë patjetër, po them Shteti i drejtës se thuhet shpesh. Çfarë nuk kupton? Nën kupton pikë pari një proces të rregullt ligjor. Po. Ku i pandehuri, akuzuari, pala që është. Nëse prokuroria mund të jetë një palë kundërshtare, gjykata është mbi palët. Të ketë të gjitha të drejta, sepse çfarë është avokati? Çfarë është avokati? Po. Avokati praktikisht është barriera, mbrojtja që i bën një të pandehuri nga fuqia e shtetit. Kush është fuqia e shtetit? Është prokurori. Se prokurori përfaqëson shtetin. Nuk përfaqëson veten. Dhe në qoftë se flasim për gjykatë të drejtave të njeriut në Strasburg, çfarë thotë ai? Ai thotë që ndaj Filanit, ndaj Gëllçit, nuk janë domethënë nuk ka patur një proces rregull ligjor. Janë shkelur drejtat e lirisë themelore të njeriut dhe e drejta e tij për të patur një proces të rregullt ligjor konform kësaj dhe asaj. Në këtë kuptim, nëse Veliaj marrim këtë variantin që gjykata kushtetuese ju jep të dyve atë që duan. Njërin e çon te administrativja që të fitojë dhe këtij i lejon që të zhvillohen zgjedhjet. Dhe nëse Veliaj mandej shkon në Strasburg dhe merr atë që dëshiron, nëse janë shkelur, mund vim në një situatë komplet që të kthehet përmbys historia, që të ketë Veliaj një vendim të gjykatës europiane, i cili thotë që prit ti mund të kesh prova që te Veliaj që mund të ketë këtu ndikim paligjshëm, këtu korrupsion pasiv, mëse thash. Por i gjithë hetimi që keni bërë deli paligjshëm, sepse jeni në shkelje, pra shkeljet procedurale të hedhin gjithë përgjimet, po marrish një rast për njerëzit që na ndjekin. Përgjimet kur doli kjo dosja e Dibrës. Që fliste Rama, Tahiri, mëse thash. Po, fliste Rama, Tahiri, që doli te Bildi pra. Ajo ishte për të hetuar, ishte super indicje. Mirë po, ishin përgjimet të paligjshme, sepse në momentin që bien përgjim kryeministri apo i deputet, përgjimi automatikisht duhet ndërpritet. Në këtë kuptim,
Edhe pse njerëzit I lodh kjo histori e procedurës. Mund ta kërkojnë atë për vetë gjykate, po do të jenë dyshim që do të kenë mes një lloj hetimi ose procedimi për të merr në qafë, domethënë, në qoftë se I prokuror është I pakualifikuar ose deliron dhe shkel procedurat, në fakt po merr në qafë vetëm institucionin, jo. Që po thua ato e nxorën, ato e dinin atë pjesë. Ato e nxorën në dorë. Ishte politike patjetër. Ishte aksion politik ai, patjetër, operacion. Po pra ka vetëm ai ishte grup shteti se nuk mund përdor prokuroria, nuk mund përdor dosje dhe përgjigje. Do ju bëj një analizë, jo analizë, po do ju kërkoj një lloj mendimi për 3 subjekte më të rëndësishme që ka Suspaku. Sali Berisha, Ilir Meta dhe Liej. Po ta zë Berishën liderin e PD-s, Metën një nga prej vitesh kingmaker sensin aktor kryesor në skakierën politike dhe për shkak se na mungon Rama, numri 2 I Partisë Socialiste për nga pozita. Numri 2 më I pushtetshëm në Republikë. Po, tani kemi 6 vite SPAK. 3 subjekte. Gjon tjerë, me ty e kam. Se kur s'më gjon të hapet goja. Nese se kemi 3 subjekte. Po shikoj orën ose jam për. E di, pra desha me ta thoja dhe unë, po e mbarova ja. Po ja, po prandaj porisa. Kemi 3 subjekte. Pra, po të marr, pra PD, LSI, PS. 6 vite SPAK. Berisha nuk është në gjyq. Po, s'ka akuzë. Meta nuk është në gjyq, s'ka akuzë. Se s'po e marrin ato, se kanë marrë akoma. Nuk ka nisë procesi. Ja. Mund mendoj prokurori se ky ka bë Ata madje po I sjellin prova të reja aty. Jo, po më mirë. Çdo kohë që kalon I thonë momentalisht janë pa prova. Po. Sepse në momentin që ti nuk e kalon procedimin penal dhe të shkosh në gjykat, të kërkosh dënimin e të akuzuarit tënd, o të paktën vazhdimin në gjyq themeli herë. Po. Të kërkosh këtë pjesë I bie që ti akoma nuk e mbledhur provat. Erën Veliaj është shumë larg. Tani, në 6 vite SPAK ta 3 figurat kryesore që kanë arrit të kapin dhe minimalisht e këta 3, po të heq të tjerë, se këto janë më pak të rëndësishëm re. Po ti ke nuk e kam, por unë po e kam ke me diun që është që nga dita 1 aty. Patjetër. Po jo, prandaj po them, po të heq të tjerë, jo se janë më pak të rëndësishëm tek ligji barabartë për të gjithë. Po them që këto janë 3 figurat kryesore që 3 shtyllat. Je I qartë. Që e mbajnë këmbë reputacionin e SPAK-ut. Tani nëse këto nuk kanë kaluar akoma në gjyq, dhe nëse këta të 3 subjekte përfitojnë nga gjykata e drejtave të njerëzit, se procesi ndaj tyre është abuziv dhe janë shkel drejtat e kodit procedurës penale dhe drejtave të njerëzit, tani qofse SPAK-u në reputacion rri mbi këto 3 kunj. Shtylla. Por njëna nga këto minimalisht që janë sigurt që bin 2. Vetëm për gabimet që ka bërë SPAK-u, jo për a ka SPAK-u të drejta apo jo. Se kjo është që ka bërë SPAK-u, që njerëzit I ka dhënë një subjekte dhe I ka dhënë mundësi për të flasin për te asaj që vërtet kanë bërë. Pra, nëse ti s'ke respektuar procedurat, se prandaj janë të rëndësishme procedurat. Nëse nuk respekton procedurat, ty të bjen procesi, edhe nëse vërtet ka vrarë njeri ka qenë I fajshëm. Po, kthehet gjyq popullor. Prandaj janë të rëndësishme. Dhe ty nesër përgjithëse të shprehë gjykata e Strasburgut që për Berishën është kel kjo gjë. Vendim kolegjal. Për Metën thotë e morën arrestuan prej me lapra mas qafe, e morën prej koke, e futën makinë, ku ishte I pa domosdoshëm arrestimi. Për Erionit thonë që I bën gjyq popullor, por dhe në gjykat prokurorët të folën kështu objektivisht, subjektivisht ndaj tij. Si rrëzohet reputacioni I SPAK-ut? Apo themi mirë bën që I kapëm ta? Shko, o Anëri, edhe mbyllë pastaj. Jo, do them edhe diçka. Qose ka përgjithësi të thotë një gjë tjetër? Jo, të rëndësishme. Me përmbledhje të dy e kam fjalën. Jo, në këtë kontekst vetëm do them vetëm diçka. Jam shumë dakord në këtë logjik. Në kupton, por çfarë ndodh? Shqiptarët I kanë dhënë mbështetje SPAK-ut të madhe. Shqiptarët I dhanë mbështetje atij që vrau gjyqtarin. Jo, më dëgjoj pak. Po më dëgjoj ta mbaroj se ti këtë thua më le ta mbaroj dhe unë duhet ta mbaroj që mos të keq kuptojmë. Nga mënyra se si në këtë vend ishte vepruar. Pjesa më e madhe dhe mua po të thuash nga anë procedurale,
të jap të drejtë, por nuk e di, se nuk jam jurist dhe nuk e di si veprojnë. Mirë se ti ke kaluar një ca tani që ti je legend, ti je maskara këtu, ç'a lidhje ka kjo me debatin që po bëjmë ne? Kjo është personale që unë po them për ty tani, apo jo? Është të ofendoj? Ka shumë dakord. Dhe në këtë kontekst, ç'a procedurë duhet tu? Në këtë kontekst, profesionale. Në këtë kontekst, nëse kjo lloj procedure hedh në erë gjithë atë punë që ka bërë Spaku, po e di tani atë procedurës, po. Atëri pastaj i bie që këtu ka qenë një lojë e madhe, ne s'kemi kuptuar. Mos ke qenë lojë, këtu ky është problemi për Armal. Prandaj ne bërtasim orë. Mu mos ke qenë lojë, po jo, nuk kam lojë, po ka qenë një lojë orë. Vetëm lojë vlla, sepse më fal. Ka qenë një lojë që ai prokurori mund të jetë i paaft dhe jo inteligjent mjaftueshëm për ta ndjekur paran, edhe mund të jetë pa aftësi, por të kesh ligjin përballë, që të thotë ti nuk mund ta intimidosh një dëshmitar. Ti nuk mund ta intimidosh gruan e kryetarit bashkisë, ti thuash hajde ditën e shtunë me telefon pa shkresa, si me pas shoqë hajde te Spaku. Ai e di që këto nuk bëhen. Bërja e këtyre akteve nga ana e prokurorëve, qofse i kanë bërë dhe nëse provohet, do të thotë që këtu kemi pasur të bëjmë me një tentativë për ta kthyer këtë vend në një republikë prokurorësh, ku prokurori ka dalë nga pushteti që i jep kushtetuta dhe ka marrë një pushtet sublim. Rama po e kthen, sepse nuk po e kthem ne. Unë se kam dashur në herë këtë republikë prokurorësh, Rama e paska dashur, sepse Rama nuk reagon, po një sekond, nuk po e them. Ku vendi thuaj kështu. Mle mu një javë, duhen bash. Në vend Ramën se shive ti çau bëj. Ai Rama e fitoi vet atë, nuk ka la njëri. Po nëse Rama është i kapur, një javë, jo. Një javë duhet që të kesh me vete, të kesh me vete edhe Saliu. Qa Saliu, më s'ka nevojë fare. Duhen votat për të Po nuk e dua Saliu fare, kam flokët. Ai te flokët e ka kopjuar pa kur e shuansore. Nëse ti bala do që të jesh në vend të Ramës, që të bësh atë që pretendon Velia se po bën Dumani ndaj ti, kjo pastaj ty nuk bën më mirë se Dumani, apo? Po tani ky Rama ky është budalla, Rama është budalla apo bën vet? Se Rama kur thot si ka mundësi që bëjnë këto e time dhe marrin pyetjet njerëzve, ne pagu kemi miliona euro, ne, jo SBA dhe BE. Dhe bisedat, intervistimi i subjekteve të Spakut nuk bëhet me regjistrim, i mungojnë aparate për të regjistru, hajde me si për ja qëjmë këtë miksin tonë e ca mikrofona atje, ti regjistrojnë valla, se na qmenë. Që do gimbal, qa ka nevoj ta mëlla, kamera, ja qëjmë, ne ma mënë veç ti besa klam. 5.000 euro gjë janë, dakor. Po s'mund të kërkosh ti shtes 5 milion euro dhe thua tani më mungojnë ja 30.000 euro për ca mikrofona e ca kamera. Pse kanë janë budalleja ta në Amerikë që i kanë ta? Për hir të lirisë munguar. Pa amerikanët nuk e dinin që kjo është e rëndësishme. Për hir të lirisë munguar që ka patur drejtësia, mazhoranca po shkel mbi drejtat e njeriut. Jam dakord. Ai ka pranuar dhe Rama. Rama tha, nuk e di. Kjo është marrëveshje që Rama mund ta ketë bërë me ata ndërkombëtar që thotë Ermali. Rama 11 shtator për ta mbyllur sa. Me ka mos asun se jo, po Rama 11 shtator tha diçka. Po fiton Rama po e hajm ne më prit. Rama tha 11 shtator tha këtë. Megjithatë tha, edhe pse Spaku tha po bën masakrën mbi drejtat e njeriut. Po ai shtyll bote. Ne tha jo, ne tha nuk do ta prekim dhe heqim dorë nga çdo komision, nga çdo lloj pretendimi për të shkuar Spakun më. Mos e prek Spakun. Ligjin. As ligjin. Dhe kjo mua më duket, për të qenë serioz dhe jo cinik dhe ironik siç po jeti tani, mua kjo më duket si një lloj jo marrëveshje, po si një lloj çfarë them unë, dakordësie, jo dakordësie, po si një lloj Rama që ka kërkuar një lloj e marrëvesh sa thua, po ha. Koncesion. Po. Se s'po vjen në fjalë. Rama ka bërë një koncesion me ndërkombëtar. Ata i kanë thënë gjë. Dhe pastrojnë politikën për të të lënë ty. Ne, jo, për te asaj. Ne i kanë thënë, mund t'i kenë thënë ata tani, po futem unë. Ne, që po të çojmë në Europë edhe të kemi aleat strategjik këtu, do ta trajtojmë Shqipërinë si histori suksesi dhe si model për t'ju përmendur të tjerëve si precedent. Siç përdorin Sanaderin e siç përdorin tjetrin. Kështu që e dim që e kemi dhi në shumë aspekte me procedurat e me drejtat e njeriut, e kemi bë pak në mënyrë jakobine, por këtu ndalo sepse për një gjë më të madhe që është thyrja e kulturës pandëshkueshmërisë, do të ketë ca viktima. Tani
Po jo të gjithë Ty viktima. jap një temë unë për Po të pak janë diskutuar viktima. se do iki. Po. Lajmi i fundit është që Do ta mbyllim gjithë se kemi gjithë në universitet, po. Jepi. Lobimet japin fryt për Dodikun, SBA-ja e ka hequr nga lista e zezë, pas tërheqjes që bëri ai si presidenti i Republikës së Është Sipërskë. shpallën në gratë ato Qa po thua tani që doktori duhet të iki nga PD-ja që të hiqet? Ka qenë person non grata. Po pra. Dhe pasi ky u largua nga presidenti i Republikës së Ai Sipërskë, do diku njerëzve nuk vetëm largua, u ratis. Kjo është marrëveshje. Sot i kanë hequr atë dhe Kjo është marrëveshje. tani Kjo është për të diskutuar, nëse Sali Berisha nesër thotë do jem senator, ai lirohet Mo senator, po ti iki fare, ba senator se lënë se dhe ky iku, se dhe ky do në të rinte. Sa ndajnë ti... Po ashtu ne nuk kemi si do diku. Si e mendoni, do më thënë shkurtimisht i mendimin tuaj? Ne ma jemi ti shumë. Unë mendoj që kjo ka qenë ajo çfarë është propozuar në fakt që në momentet e para Berisha kur është bërë publike shpallja non grata. Berisha vetë ka pasur informacion në fakt. Ka pasur informacioni që do të shpallej non grata dhe thonë burimet thonë që në 2019 Berisha e ka ditur që dokumentat ishin vullosur që ai të shpallej non grata. Amerikanët e dinin dhe planin që ai donte partin ta trashëgonte tek familja e tij dhe prandaj ata i bën non grata si familje. Në qoftë se Berisha do kishte pranuar një tërheqje të butë dhe nuk do kishte shpallur luftën brenda Partisë Demokratike, edhe sot që flasim, në qoftë se ai bën një tërheqje, po mua më duket e pamundur për sa kohë ai nuk pranoi herën e parë, në qoftë se ndodhë diçka mund të ndodhi, që ati t'i janë rënduar dhe pozitat, për shkak se Dodiku në Republikën Sipërska nuk ka etime të hapur andaj ti si që janë thelluar për Berishën në SPAK. Ka 3 dosje Berisha në SPAK, Kërdeci, 21 janari dhe kjo. Por, mendoj që një gjë është rruga me drejtësinë, një gjë është çështja e të qenë non grata. Se si vepron Berisha pastaj, në optikën time, unë besoj që Berisha nuk do bëj hapa pas, por më duket shumë e vështirë. Informacione kam që largohet vitin tjetër. Si kjo është një lajm i mirë për demokratët? Që largohet Berisha? Jo, që Dodikut nga njolla, biografi. Sepse gjithë ata që kanë merakun e Sali Berishës, tani përpara syve ka një zgjidhje. Pra demokratët që e duan vërtet doktorin dhe ju dhimbse se që është non grata, sot amerikanët me aktin ndaj Dodik kanë treguar se cila është rruga për të zhbërë një non grata. Dhe rruga për të zhbërë një non grata është të kesh dhe jetën tënde familjare, jo vetëm jetë politike. Jo tani nuk ka rëndësi. Është kaq e thjeshtë, demokratët janë shliruar, unë them që tani doktori do e lër i qetë drejtimin e Partisë Demokratike. Okej, të shpresojmë, po. Në faqe të bardhë. Unë besoj se ne në fund ditës të gjitha kostot të rëndojnë mbi ne. Qoftë nga gabimet e ndërkombëtarëve. S'kemi që bëjmë asaj të shqibër. Absolutisht. Planet me... Jo, me shpëtu planetin, ne kena ardhur që Trisim kalamajt tonë mirë dhe hajde më pash. Do të më qenë pragmatist fare. Lek të tani, hajde të bëjmë idealist. E skilit, ha? Hecë të marrojmë punë. Po, ideja është që... Ke pati ca shok tane që janë një herë me njerëzë? Po, absolutisht. Rrim ne aty. Bjeri Goshtës në me i vetë. Ideja është që unë besoj se në Shqipëri situata është jo vetëm e pa qartë, po komplekse dhe nuk ka gjasat këtë ardhme. E vetmja ardhme që unë mendoj është largimi i Berishës në 2026. Për shkak se i marrë dhe... Ka thënë do rikandidojë. A i ta do kandidojë. Nuk e rifiton. Vet ai nuk ka për ta rifituar. Do kandidojë dhe do e humbë. Qofse kandidon. Anëri thot sipas informacioneve. Zot na fal o bale. Zot na fal pas tjetën e gjatë se goja nuk bën dëm. Po sipas informacionit. Edhe sikur hirin e doktorit me vendos nga njëra anë dhe kandidatët fizik atje. Hiri fiton. Jo, puna është... Fiton dhe më thellë kam frimë. Puna është, anë gjithmonë puna është këtë do lesh që të numëroj votat. Po, e marë, ore ti mendon se ka qenë, këta që kanë qenë
kryetar. Ai është bërë gati për luftë, më ka rikthyer Ristanin në rregullator, more. Po ai është gati për luftë. Ky thotë do Po luft, kush e cënon luftën e tij më burr. Po jo ka tentativa modeste. Ai të shpik nesër një nen direkt. Neni Xhaferaj. Jo Xhaferaj, Besi. Ai të shpik një nen që thotë që zgjedhjet brenda partisë nuk quhen më shumë se 2 herë. Edhe Besi thaure, po dali një sekondë se isha në Amerikë, s'flisja dosa. Po çfarë thua? Ideja është Ermal dhe mbyllë, falenderoj edhe këto miq tanë që na ndjekin dhe lodhen her pas here dhe na komentojnë. Mi besoj se çlirimi dhe rekomandimi ose si thua mund ta themi edhe pakti më burr, dakordësia është që Zoti Berisha edhe vet nuk e do, edhe nuk e aspiron. Është lajm pastaj, nëse ti e ke edhe më informacion. Kam muaj që e them. Nuk unë kam gjysmë informacione, po dinamika ndryshon o frekes, se nuk se nëse pas se nuk dëgjoj, edhe Berisha po ta marrim kështu kishte ikur kontekstin, pra i kishte zbërë gjithë. Ndryshojnë dinamikat brenda partisë, pastaj u rikthye se ky e shpalla non grada, plus edhe Luli e përzuri. Pajtohem që ndryshojnë dinamikat, pajtohem. Por informacioni është që ai nuk e do më. Informacionet e njerëzve të afërt brendshëm e trashëgon kush e trashëgon dhe kryesisht ka qenë një plan për të nxjerrë një, si thuash, lul të dytë, në thonjsa, po më besnik se i pari, dhe në vijnë logjike. Jo, tani aspirojnë me fjalë midis kësaj dhe një familjarit vet, që thuaj. Tani nuk e dim. Po këtu siçet non grata. Problemi siçet non grata. Ne po flasim. Nuk më duhet më ishës në grata, që më duhet mua. Unë po them kështu si. Unë po jap informacion. Jo, ashtu jemi dakord. Unë po flisim gjatë jetës. Do ikin doktori, do hiqet non grata, do e marrë Jargita. Unë jam për informacion më. Letri doktori. Unë nuk jam për marr vendime për Amerikën. Unë jam për po them çfarë thuhet se do ndodhi. Ore mua si çfarë atë shpun kamuna. Shpun kamuna tani është non grata amerikane, po në departament shtetit. Të dashur miq, duke qenë se Anri Bala nuk punon tek departamenti amerikan i shtetit, do doja të falenderoja secilin për ju që na ndjek, do doja të falenderoja Flogertin i cili na vjen shpeshherë në formatet e emisioneve që ne zhvillojmë këtu. Do doja të falenderoj secilin për ju që bën subscribe, përregjistrojnë kanalin Antena dhe është shpërndan në diaspor, por edhe në Shqipëri. Regjistroni në kanalin ton, mos u largoni, besoj Bastide do të kemi... Largoni, po ja majti. Bastide do të kemi zhvillime dhe ngjarje tjera. Miru pafshim.